Përshëndetje të nderuar miq, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po takohemi sërish së bashku në kanalin Monitor TV për të komentuar thashe themet, reagimet të fansave në fakt që vinë nga fotografiq të preferuarit e tyre, në këtë rast si Egli Tako nxjerrin nëpër story. Egli Tako natën e mbrëmshme ka qenë pak më e zëshme në Instagramin e saj krahasuar me netet e tjera, duke publikuar fotografi të ndryshme dhe duke publikuar momente nga jeta e saj. E veshur krejtësisht në të zezë, me një veshje tepër provokuese dhe shumë joshëse, ku kishte preferuar që të nxjerrën linjat e trupit të saj, barkun e saj dhe gjithçka të bukur që në fakt Eglin e tërheq si femër. Egli Tako ka rënë në sy për një detaj shumë të rëndësishëm, unaza e martesës që Egli nuk e ka më në dorë me gjestin. Shpesh herë banorët e Big Brotherit e përdorin këtë metodën ose për të qenë të komentueshëm në rrjetet sociale dhe ta mbajnë lajmin aktiv, ose thjesht faktit për të treguar që marrëdhënia e tyre ka përfunduar dhe asgjë nuk është më si më përpara. Unë mendoj që nuk është një unazë e cila simbolizon martesën apo dashurinë. Edhe unë për veten time jam i martuar, por unazë në gisht nuk mbaj dhe nuk do të thotë që kjo është simbolika e një martese dhe ne të dy si çift kemi një marrëdhënie të shkatruar, po përkundrazi kemi marrëdhënien shumë të mirë, gjërat i kemi shumë në rregull dhe jemi bërë me fëmijë. Unë mendoj që unaza ndoshta është hequr nga ana e Eglit sepse nuk është kombinuar me veshjen që ajo ka bërë, apo ndoshta thjesht nuk i duket e arsyeshme për ta mbajtur unazën, sepse në të njëjtën gjë nuk e mban edhe gjesti unazën, por unë dua t'ju tregoj një detaj tjetër. Ditën e djeshme është kapur një detaj tek videoja që gjesti ka bërë këtë videon që do t'jetë në koncertin në Austri. Është kapur një detaj që gjesti dhe Egli mbajnë të njëjtin vath në vesh. Vathin që ka patur Egli në vesh, do të thënë që ka patur këtu te kjo pjesa e veshit të ngjitur, piercing, le t'i themi, ashtu quhen ato, edhe gjesti e kishte po të njëjtin vath me zemër në Austri. Tani kjo nuk kupton që gjesti dhe Egli janë të dy së bashku. Unë mendoj që Egli këtu në këtë rast ka luajtur një strategji. Kur e ka parë që puna me vathin është bërë shumë virale sepse u bë gjatë ditës, do të thënë gjesti e nxori ditën e djeshme video në rrjetet sociale ku tregonte që do të thonë në Austri dhe do t'jetë në një mbrëmje ku ishte natën e mbrëmshme për të gjithë shqiptarët të Vienës. Në fakt gjesti ishte në Austri, po nga Viena e bëri këtë videon. Egli e ka parë që kjo puna e vathit është bërë shumë viral, është komentuar shumë, menjëherë reagimet ishin të shumta sepse çdo detaj, do të thënë i Eglit edhe gjestit, jo vetëm i Eglit dhe gjestit, por i shumicës nga banorët e Big Brotherit detajohet me lup dhe në këtë rast Egli e ka bërë këtë ndryshimin. Ka thënë që në qoftë se ne u komentuam për këtë pjesën që shqiptarët mund ta kuptojmë që ne jemi bashkë sepse mund të jetë kjo një pjesë marketingu që gjesti dhe Egli e kanë, Egli ka thonë që unë tash do heq unazën, edhe do e ngrej një pikpyetje të madhe për marrëdhënien e gjestit dhe Egli se çfarë po ndodh me ne të dy. Unë mendoj që Egli e ka hequr me kastile unazën nga gishti, ndoshta për të krijuar një lloj hamendësimi tek shqiptarët, që unë e kam thënë që kjo gjëja edhe mund t'i lodhën shqiptarët, sepse në fund të ditës shqiptarët janë dakord që në qoftë se çifti është bashk, le të postojë një foto bashkë, s'u bën nami për respekt të gjithë atyre që i kanë votuar dhe për respekt të atyre që i kanë vlerësuar. Në anën tjetër Egli thotë që ne jemi shumë mirë, marrëdhënia është shumë e bukur, po punoj projekte të reja, po sjell këngë të bukura, do të punoj një videoklip shumë të bukur. Në anën tjetër gjesti po punon projekte, gjesti po merret me koncerte, kemi ndar profesionin me jetën private, ndërsa detajet po kapen me lup të vathit të gjesti që e kishte të njëjtin vath edhe Egli në vesh në Big Brother, që nuk kupton, që nuk kupton që Egli ja ka bërë dhurat gjestit të vathin, ndërsa në anën tjetër Egli heqën unazën dhe është e dukshme disi që kjo gjëja po bëhet pak edhe për vëmendje, edhe për të qenë të klikuar në rrjetet sociale. Nëse është kjo pika, unë mendoj që nuk ka nevojë të bëhet fare sepse
kureshtja për Gjestin dhe për Eglin është aq e madhe të shqiptarët sa që nuk ka nevojë fare të komentohet asnjë gjë në detaje apo të bëjnë ato detaje sepse po komentohet çdo gjë në detaje për marrëdhënien e tyre. Ndërsa në anën tjetër, nëse Egli nuk e ka parë si një aksesor të kombinueshëm me veshjet e saj, është shumë normal që të heqën unazën për të kombinuar diçka tjetër me veshjen e Eglit. Do me thënë, asnjë gjë nuk ka njerë nga ana e Eglit edhe Gjestit, do me thënë, ato të dy po nxjerrin, as nuk po bëjnë like për njëri tjetrin, nuk po nxjerrin asnjë lloj fotografie, thjesht po mundohen që të sjellin marrëdhënien e tyre në këtë formë. Unë shpresoj që Egli dhe Gjesti të jetë bashkë, ky ishte mendimi im për këtë situatë.